Jo Van Dijk, për mua Van Dijk është overrated. Overrated? Për mua po. Arte, si s'është këtu sot. Është Big shot. Unë prisa thoshte Gravenberg, që të blindoj edhe më së fushat dhe të ishit më ashtu. Mirë, me që i dhe Manchesteri dhe thu overrated, në qoftë se do ta vendosje në një plan me Nemanja Vidic. Kë Van Dijk? Po fares, e kam larg. Për mua është overrated, sepse nuk ka të njëjtën filozofi loje, është vetëm tërhiqet, ka atë trupin e madh, patjetër që e ndihmon, është shumë i zgjuar si lojtar dhe ai e ka ngritur karrierën në këtë aspekt. Pra ai me trupin dhe me mënyrën se si ecën mbrapa që nuk i sulet lojtarit, ka bërë karrierë. Duke i shmang driblimeve. Po, kurse Vidic fuste kokën te këmba. Ku pyeste? Përveç të tjerëve që kanë qenë në Manchester United, si edhe Rio Ferdinand ka qenë mbrojtës mjaft i mirë, pavarësisht po për mendimin tim, unë nëse zgjedh mes Rio Ferdinand dhe Vidic, zgjedh Vidic gjithë jetën, sepse ishte shumë pozicional. Edhe përveç se ndërhyrjet i kishte thjesht të gjitha të pastra. Shumë rrallë shkaktonte faulla, ai ta fitonte topin në mënyrën e vet.